kështu ambigue, derisa të vemi në janar do filloj stina e protestave etj. Kjo është vendimarrje që është marrë, dhe unë prandaj shkoj se është vendimarrje e partisë. Por kjo nuk më pengon që të them që tani t'ju them unë që të po themi që të kënaq në një gjithë caktuar që kjo është, ja po ju them këtu tek ju, varianti tjetër është ky, që kjo formë e reaguarit është gjëja më e suksesshme që ka bërë Partia Demokratike ndonjëherë. Çfarë do thoni, se po ta them unë këtë do thoni ore, jenë vete? A është kështu? Tani çfarë shqetësimi i japim ne Edi Ramës me muzikë? Se i duket se nuk rri asfare aty tani. Gjoj as muzikën. Se dhe muzikën sot ishte muzike e bukur, se po t'i vesh në një gjë të shëmtuar siç i takon Ramës, mu do bëjmë. Pa këtë jam duke diskutuar unë që ne kemi një problematik të caktuar edhe në këtë vendimarrje. Po kjo nuk më pengon mua që të protestoj, që të dalë, që të jem me demokratët, siç nuk më pengon të them mendimin tim. Po, foltoreja e radhës apo takimi i radhës, keni një... Unë do të bëj takime kudo që shoh, po them unë, po se cili nga po themi, nga njerëzit e votuar, bën takime kudo që shfaqet një shqetësim i caktuar. Që struktura e Partisë Demokratike është e shqetësuar për fatin e vet në fund të ditës. Secili prej demokratëve ka investuar, po themi, energji, ka investuar financa, ka investuar kohë, ka sakrifikuar duke u përballur dhe duke qëndruar në represionin e autokracisë, kështu që kudo ku të ketë, unë takimet nuk i ndaloj asnjëherë. Jo, dakor, në takim si ky i Durrësit. Kam qenë gjatë gjithë kohës në takime, nëse është, po themi, nevoja për të pasur takime ku të tregohet shqetësimi, se takimi i Durrësit tregoi një shqetësim të caktuar. Po themi, pas takimit të kafes, pati një reagim publik pa fol. Pra kafja nuk ishte media apo. Ndërkohë që pati një reagim zyrtar nga Partia Demokratike, nga njerëz, siç patet tani, dhe nga njerëz që paguan nga Partia Demokratike për të ruajtur edhe interesat e mia si antar kryesie, të Ilir Ali Mehmetit si antar i Këshillit Kombëtar dhe kryetari i grupit këshilltarëve dhe të gjithë grupimit tjetër, pati reagime që duken si zyrtare. Atëherë, rruga është që po tregojmë që shiko, ka një pakënaqësi apo jo. Dhe pakënaqësia është në këtë përmas. Në zonat të tjera, nëse ka pakënaqësi demokratët cilët janë shmangur, që nuk ka vëmendje të caktuar, do të jemi patjetër. Zoti Saliani, duke i njohur shumë rrymat e brendshme në Partinë Demokratike, duke futur në ekuacion edhe elementin e një, le të themi, rivaliteti politik, duke patur parasysh që ju keni një histori ekskluzive në atë parti me vitin e kaluar, ku ju vuajtët dënimin si pasojë e një kauze që u ngrit politikisht nga Partia Demokratike dhe për gjitha arsyet që ju thatë. Mendoni që në fakt kjo ndarja apo kjo lëvizje apo ky moment të cilin ju po e kapni, ky momentum mund të çojë deri në një acarim me lidershipin aktual të Partisë Demokratike, çka mund të detyronte të krijonit një parti të re apo si? Ne jemi Partia Demokratike dhe do të jem në Partinë Demokratike. Pra, madje edhe në këtë rast, unë po vendos interesat e Partisë Demokratike dhe të shoqërisë përpara interesit tim personal. Unë jo vetëm që u burgosa, po mund ndalua kandidimi dhe muaj mandate, apo ja? Po. Çfarë po kërkoj unë tani? Se kam dëgjuar se ti sqarojnë gjitha. Nuk kërkoj asnjë funksion për Partinë Demokratike, unë kam funksion. Dhe po e them trosh, nëse do të ishte për interesin tim personal, për të hyrë unë në listën e pagave, unë jam drejtues politik në një zonë, do të isha prap. Pra cila është logjika këtu që hajde tani dhe të bëjmë sikur të mbyllim sytë që oreja ku janë ata, se prandaj shoh foto der pas here. Aty janë qindra njerëz. Zërin atyre mos e dëgjojmë ne, se ne i themi në parlament, themi që pse nuk e dëgjon zërin e opozitës. Po këtu zërin e këtyre njerëzve që nuk e dim se janë, ata dëgjojmë ne? Po, si t'ja bëjmë? Gjithsesi njerëz të cilët e ushqejnë këtë ide që unë sapo thash në pyetjen time,
Më gjeni një njeri në publik, se nuk du t'y kësej, po ju them një kështu, më gjeni njeri në publik që është, po ka disa dhe e vlerësoj shumë, por kryesisht e kam një probleme, nuk du të merrem për shkak të etikës, por ama për etikë profesionale, njerëz që paguhen nga borderot e Partisë Demokratike të Shqipërisë, që edhe unë kam sakrifikuar, dhe ata qindra mira demokrat kanë sakrifikuar, që këta të paguen në Partinë Demokratike dhe të dalin dhe të fryjnë përçarjes se kanë frikën e pozicionit vetë dhe se humbin rrogën, ka shumë mundësi që do t'ju dalin me emër dhe me mbiemër, sepse janë të papërgjegjshëm, sepse nuk e ndjejnë peshën e sakrificës së demokratëve, sepse nuk e ndjejnë peshën e sakrificës që bën shoqëria, që këta të rrinë në zyrë, të marrin një rrogë dhe të dalin dhe të shajnë demokratët andaj këte. Nuk ka demokratë këti apo të ati. Demokratët janë Partisë Demokratike dhe nëse dikujt nuk i pëlqen forma e takimit, të dalit takoj vetë. Kush e pengon që me qenë se nuk ka shqetësim dega e Partisë Demokratike në Durrës, të shkojnë të nesërmen e të mblidhnin edhe njërë në atë sallë? I shkon mendje njeriu kjo, apo të bëjmë sigur e shmangim? Po shkon, le të shkojnë pra me atë që kanë komanduar, e të mblidhin njerëzit. Po aq sa ishin atje, minimalisht. Por duke qenë se ndonjëherë situata të tilla çojnë deri në përplasje shumë të forta me lidershipin, ju do ta vazhdoni këtë nismë që keni nisur foltore, çfarë do me çfarë do lloj kostoje? Marrëdhënien unë kam me demokratët dhe për mendimet e mia unë vazhdoj dhe them ato që janë në bindjet e mia, mendimet që të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Kështu që nuk ka rëndësi. E aspironi të jeni kryetari i Partisë Demokratike? Po ku janë këto zgjedhje që po e kërkojmë këtë? Do jenë vitin që vjen. Ore ne unë po kërkoj, me qenë se më pyet mua drejt për drejt, që Partia Demokratike të jetë parti fituese duke vendosur disa parime. Ku po kërkoj unë ndonjë gjë? Kam kërkuar, kam shpallur në një platformë si e bëj unë apo si do jetë. Unë jam duke dëgjuar demokratët. Ashtu si secili prej kolegëve, është duke dëgjuar demokratët. Pa ku është këtu përçarja? Po vim tek elementi tjetër. Nëse dikush do të kishte ambicie për të kandiduar, ambicia në politik vetëm çon përpara, por çfarë problemi ka? Pra vetëm e shëndosh një parti se e fut në konkurrencë. Por nëse ne hyjmë elementëve që të flasim për emra konkret, lajmi do shkoj tek emri, jo tek parimi. Parimi është ky, lista e Partisë Demokratike. Ishte përfaqësuese apo nuk ishte? Parimi është ky. A u zbatuan normat statutore të shkruara që më të votuarit të jenë listat e deputetëve apo jo? Prishja e parimit po ashtu është ky. Si ishte lista e kandidatëve për deputet? Cili ishte parimi mbi cilin zgjedhën? Të gjitha mbajnë firmën e Sali Berishës, kryetarit partisë. Po jam mbajnë firmën edhe të kryesisë, po si fillim, a duhet që ne të diskutojmë to? Ora, duhet kemi një analistë fitores, se me Edi Ramën nuk fitohet. Jo, më fitohet. Janë fituar 7 bashki, edhe në këto zgjedhje, 8. Si u fitua? Pse nuk bëjmë një analistë fitores?